Ndodhem në gjykatën administrative të Lushnjës. Jam bashkë me këshilltaren bashkiake Edlira Gjidede, tashmë me një betejë të fituar për të mbrojtur mandatin e saj, mandatin që i dhanë qytetarët e Sarandës. Një betejë që ka filluar që nga tetori i vitit 2024, ku Këshilli Bashkiak i Sarandës, në mënyrë të paprecedent, vendosi të votonte për të hequr mandatin sepse zonja punonte edukatore në kopshtet e Sarandës dhe kishte edhe mandatin e saj si këshilltare. Betejë e paprecedent. Ne shkuam në Komisionerin Shtetëror të Zgjedhjeve, shkuam në Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit Pasurive dhe Konfliktit Interesit. Të dyja institucionet prodhuan shkresa që nuk kishte papajtueshmëri të mandatit dhe nuk kishte konflikt interesi. Mirë po patronazhistët në Këshillin Bashkiak të Sarandës nuk pyetën për shkresat shtetërore dhe përsëri ja hoqën mandatit. Dhe ne erdhëm dhe ju detyruam të vinin dhe të bënim një betejë ligjore në gjykatën administrative të Lushnjës. Bashkë me avokatin Marash Logu, kemi bërë këtë betejë dhe sot kemi arritur që të fitojmë mbrapsht mandatin e qytetarëve të Sarandës. Kjo është një betejë që u bë për të mbrojtur votën e qytetarëve. Është një betejë që u bë për të treguar që Partia Demokratike nuk tërhiqet. Partia Demokratike i shkon deri në fund kauzave të saj. Unë si deputete dhe si drejtuese politike e Sarandës jam krenare që Edlira do të marrë pjesë në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak, do të shkojë atje për të përfaqësuar interesat e qytetarëve, duke kthyer mbrapsht atë mandat që donin t'ia rrëmbenin patronazhistët, por që nuk ja dolën dhe nuk do ja dalin kurrë, sepse Partia Demokratike, ne, njerëzit që përfaqësojmë këtë parti, do të qëndrojmë gjithmonë në krah të qytetarëve, do ta mbrojmë votën deri në fund dhe do të jemi në një betejë shumë shpejt në zgjedhjet lokale për t'ia kthyer jo vetëm Këshillin Bashkiak, por edhe Bashkinë e Sarandës qytetarëve të Sarandës.